Kur e mori veshin 2015. Që 2016. 2016. 2016, ma e bukra, se po na kalojnë pak për bullizmi ka ekzistuar, do të ekzistojë. Po zbret në qytet, edhe ai që ka rënë ndoshta nga fshati, thotë, erdhi katonari. Edhe gjasëm edhe Dirama, thotë ato katonarët e kam një shans që t'i largoj. Pra mendon se është direkt dorë e Diramës? Të s'lëviz fia barit. Zoti Rama. Edhe erdhëm 2016, bam përpjekjen tonë, te lapidari i mësuesit. Po. Erdhi policia, mbi 120 forca. Ishim dhe ne, fshati, ishim i mobilizuar për ta ndaluar. Edhe pas 2 orësh debate të fuqishme, del nga rreshti me një telefonat i shefi i madh i Lezhës, nuk e di, i Lezhës apo i Mirditës, edhe i thot, kush është koncesionari këtu? Edhe del e thot, zotnia, jam unë, nuhe, njes pas, nuk është gjallë. Thot, zotin unë, nuk i ke marrëveshjen me banor? Thot, jo, thot, po do t'i rregullojmë. Më lidh veglat, nisu dhe mos më thirr më këtu. Pra ai veproi mbas ligjit. Korrekt. Për mua që njëri me karakter. Pra ai i largoi herën e parë. I largoi, i shtrëngum dorën, na animoi sepse po na çoti konflikt. E kuptoj. Po ky i sotmi? Vjen i sotmi, vjen tu në qaftë fshatin Qavorës, kemi njëra. Për pos kësaj, vjen zotëria, që mirë kuptues deri në ca momente, derisa ne e kapëm mat. Që firma ku është? Se unë s'kam punë me ty, ti e ligji, ti ke ardhur, ti e tetoshën e punë. Thotë jo, thotë e ka bashkia, bukur shumë. Tërhiqemi, nismi i bim bashki. Bashkia, krye put, i nxorëm ne, shqyqër zoti, patëm njerëz që kishin qenë krye bashkiak. Po. Edhe janë nxorë, ja ulin tavolinë gjitha shkeljet. E pranoj publikisht para 300 vetëve, kam bën një gabim, tha do të më falni. Jo një, thanë, 3, po, janë 3. Po kujtova s'tanë shpërt mirën tuaj. Ke vepruar në familjen time. Kush tha kështu? Melyshi Albert, kryetari i bashkisë. Kuptoj. E morëm Albertin, kryetarin e bashkisë, e nisëm drejt te policia. Si janë ca gjëra që shkojnë edhe me zakon. E pranuan ballë për ballë në bisedën që patën bashki rend, që populli nuk është pajdor, po është në drejtën e Zotit. Po mirë, ky që e kishte bërë gabim këtë shkresëm, pse nuk e anulloi, sepse janë 18 antar bashkiak që haram buken, e rovin që marrin, haram. Që marrin dhe thonë, gojtë e liga, që u është ly qerrja, edhe kanë firmos unanimisht,